përgjajshëm në Republikën e Kosovës. Jeni dakord? Me këtë arsyetim? Po, patjetër, sepse Albinoti është në teren. E vetmja gjë e cila po mendoj që nuk duhet të absolutizojmë është ajo që ne themi vazhdimisht për zgjedhjet në Kosovë. Ju e dini edhe ata për shkak të sistemit, numërimi votave nuk ka mbaruar akoma, nuk ka filluar akoma numërimi votave të diasporës. Votat me kusht, ka pasur ndërprerje rrymë shumë të mëdha dhe rinumërimi ka filluar shumë vonë. Një pjesë e partive politike kanë folur shumë kohë më përpara, sepse për shembull në rastin e Mitrovicës Jugut ndryshojnë vetëm 28 vota dhe me numërimin me kusht ose me numërimin nga diaspora, unë nuk jam i saktë ndoshta për numrin sa mund të jetë, por nuk është çudi që dali dhe fituesi direkt pa balotazh. Për këtë nuk e sqarojmë dot. Dhe problemi më i madh është që zoti Kurti në këto votime mund të harruante këtë lloj narracioni, mund të ishte më i kursyer, sepse ju e dini detyra kryesore e tij është të bëjë qeverinë dhe ka nga data e sotme ka dhe 10 ditë tjera në mos gaboj, 11 ditë tjera dhe ai s'ka filluar përgatitjet akoma, ndërkohë që çdo ditë Kosova humbet nga një vlerësim që është bërë, në mos gaboj humbet 2 milion euro. Ky është shqetësim shumë i madh publik për atë që po bën Kosova. Por ne, duke pasur probleme me zgjedhjet tona lokale, i shikojmë zgjedhjet në Kosovë edhe për shkak të modulit shumë modern që kanë dhe shumë demokratik si shumë të arire. Janë vërtet të arire, por të them diçka Ola, në momentin që shqiptarët e Shqipërisë dhe shqiptarët e Kosovës nuk votojnë me individin, paçka se në Kosovë po mendoj që këto votime kanë qenë më të mira, dhe votojnë grupet e interesit ose individ, do të kemi probleme. Do të them diçka për vetëvendosjen, ka bërë përshtypje në Prishtinë, ndryshe nga narracioni tyre luftarak, i ashpër, gjithmonë që i shoqërohet në disa momente me teori konspiracioni dhe kështu. Në Prishtinë më duket që kanë zgjedhur një rrugë shumë të mirë me zotin Ajrullah Çeku. Ju besoj, ndoshta mund ta keni pasur në intervistë, është quajtur për maturi, është quajtur për kujdes dhe në një farë mënyrë ka rregulluar dhe atë narrativën e ashpër të vetëvendosjes. Por nuk duhet ta harrojmë diçka. Çfarëdo që themi për ta, rezultatin më të dobët ata e kanë pas para 4 vjetësh. Vinin nga fitoria dhe mezi morën 4 komuna, ndërsa tani kanë marrë 3 komuna, janë në 12 të tilla, janë në 6 më duket janë mëtues të parë, në tjerat janë të dytë, tregon që ka një lloj të themi kujdesit të tyre për t'u afruar me bazën. Diçka që ata më përpara e kishin ruajtur në pjesën e madhe, por ajo që shikoj, dhe këtu do ta ndaj me Albinotin gjykimi, vetëvendosja nuk ka njerëz, vetëvendosja nuk ka individ të rangut për shembull siç kishin në Mitrovic, siç kishin zotin Çeku në Prishtinë, dhe në pak komuna të tjera që të përfaqësojnë jo vetëm imazhin e vetëvendosjes, por imazhin e një force politike që synon të drejtojë vendin. Pse nuk ka? Po nuk ka për shkak e kanë braktisur? Jo, për shkak sepse kulti i Zotit Kurti është i tillë që nuk lejon të afrohet shumë. Madje keni parë disa herë edhe Zoti Konjufsa që është i vetmi i mbijetuar, përveç Donikës që ka lëvizur nga zonjë Zgërvalla që ka lëvizur, edhe ai shikohet në shumë momente që është më shumë i bindur se sa koleg, se sa bashkëpartiak, se sa njëri me vizion që mund të tregojë diçka. Dhe ke vetëvendosja nuk e më njerëz si Shpendameti, nuk e njerëz si Visari, njëri tash që merret me shoqërinë civile dhe individ të tjerë. Dhe kjo nuk është gjë e vogël për një forcë politike që ka majorancë Kosovë. Jo është një minus i madh apo jo? Zoti Maloku, e ndani ju këtë mendim? Vetëvendosja nuk ka më njerëzit e duhur për ta përfaqësuar atë edhe në këto nivele?